Përshëndetje, po vazhdojmë këto pjesët e zakonshme të bisedës së ngrohtë dhe të lidhshme me njerëzit që kanë parë shfaqjen Ne të bardhët e Dostojevskit që e bëm në Producers Club. Dhe do ta vazhdojmë në datat 1 qershor, 1 korrik dhe 15 korrik, pra në çdo 2 javë. Dhe isha shumë interesuar që të shoh edhe të di mendime edhe opinione nga njerëz të ndryshëm të fushave direkte të artit, qoftë edhe njerëz që ushtrojnë profesione të tjera në qytetin e New Yorkut. Kështu që kam kënaqësinë që të kem përpara me zonjën Pajola Gjoni, e cila është, do prezantohesh pak Pajola. Unë jam teknike ophthalmologist, surgery ophthalmologist, kjo është occupation, the Erasmus Special Program Erasmus. Dhe pastaj shumë të shqiptare kam bërë punë të ndryshme kurrera, që shumë vështirë. Dhe u ta në degën e ophthalmologist, okulistike që kanë dhe po të shohë në të profesion. Dhe atë kam punuar për 8 vjetë, më përpara duke drejtuar një zyrë private. Dhe tani punoj me Filipën për Super. Domethënë, e ke nga je e lidhur me okulistikën, je e lidhur direkt me atë që quhet imazh. Ne hapim syt dhe shohim botën. Pas syt nuk shohim asgjë. Edhe pse muzikantët do thonë që po, mund të shohim edhe duke dëgjuar, po megjithatë kjo është një temë tjetër. Le të kthehemi është aja, po. Në fillim ishte fjala, thonë. Pastaj ton drita, pastaj ton piktorët gjithmonë zihen me muzikantët, piktorët tonë është drita, muzikantët tonë është zëri, është noise. Sido që të jetë, ne do flasim pak për shfaqjen Ne të bardha të Fyodor Dostojevskit që e vëmë në Producers Club, dhe do ta vazhdojmë siç e thash në datat 1 korrik dhe 15 korrik. Ju jeni një nga personat që e pat shfaqjen dhe kërkuat, faleminderit, dhe keni kërkuar vazhdimisht, edhe kur un kam vënë story 1 muaj përpara, më ke shkruar që jam shumë interesuar të shoh çfarë po ç'është kjo shfaqje apo filmi dua ta shoh etj dhe unë vetëm na mungon. Na mungon arti shqiptar. Sidomos unë nuk është e më rritë në një familje artistësh, por gjithmonë babi më ka rritur artistë. Kështu që për pak do ishte bërë artiste. Kam pas gjithmonë ndaj një vetëm time që kam qenë vogël, teatri tjere. Jem dëshiruar gjithmonë atë imazhin e madhe kështu për vaja. Gjithmonë kur kam qenë vogël, 10 vjeçë, 11 vjeçë, babi më shonte gjithmonë në teatr. Pastaj gjithmonë të angazhuar në shkollë, bënim ato pjesë të teatrit tonë për shkollë, për angazhoheshe gjithmonë, në përqenë e ke brenda po. Kështu që je pak a shumë brenda, le të themi, ndaj dhe insistohet që të vish të shohësh një shfaqje teatri që e theksojmë që nuk është e vetmja, janë bërë disa shfaqje këtu në Producers Club, pronari është shqiptar, Fred Tolle, dhe ai jap gjithmonë teatrin për grupet shqiptare që vinë. Dhe ne kishim luks të gjithë që të punonim, sepse një shfaqje teatri kërkon kohë, kërkon po thjesht 2 muaj që ti të bësh prova deri në mbrëmje finale të premierës. Dhe do doja që të pyesja pak për përshtypjet e tua për shfaqjen. Domethënë aty në gjysmë errësirë që rije dhe shifje shfaqjen, domethënë çfarë gjëra të vinin ndërmend? Ishte një ndjenjash. Disa pjesë i njerëzve personale të jetës time, shifsha jetën time, në disa pjesë. Ndoshta histori të më pashme, ndoshta histori të ndërtuara, të përshkruara, por të gjithë ne kemi një shkuar. Qoftë dashurie, qoftë dikush është litur të temë në një ngrej, unë kam mësuar 2 ngrime, një italiane, një të nga më rritë, mendoj se ka këto pjesë. Gjetjen e një dashurie, shkrimimi një dashurie, gjetjen e një karriere, shkrimimi nga një karriere, domethënë e lidh nuk e shoh vetëm në atë konceptin e dashurisë, e shoh po të shkrihesh nga diçka
ke arritje dhe diçka tjetër e shoh universale. E shoh në shumë këmbështim, vetëm të mirëfill për dashurinë që ishte pjesa ose disa nën tema të saj që themi ne, ose mbi tema që është për shembull vetmia, pjesa e vetmisë së një personazhi në qytet ku ka njerëz, por ai ndihet shumë vetmuar. Dhe ne shumë herë e ndjejmë këtë në qytete të mëdha, sa më shumë shpejtësi kalon rreth nesh, aq më shumë na mungon diçka, aq më shumë pa e ditur ndonjëherë se çfarë. Dhe referencat janë pastaj se çfarë na mungon vendi, na mungon gjyshja, na mungon njerëzit tanë, na mungon jeta që kemi lënë pas. Dhe përse të gjitha këto ndodhin në këtë qytet ku nuk duhet ndodhin, sepse jeta është këtu shumë e zhurmshme, ashtu sikur se është qyteti i personazhit ku ai jeton. Prandaj edhe për zgjedhja jonë për të zgjedhur këtë pjesë të Dostojevskit që kishte këto gjëra, se kur ti merr një pjesë dhe thua pse do ta vënë, janë disa pyetje. Pse do ta vënë dhe kujt do t'i drejtohen? Dhe çfarë impakti do ketë kjo pjesë e vënë tek njerëzit? A do ketë kapilar të përbashkët? A do shkoj gjaku tek ata, edhe gjaku i tyre do vi tek aktorët, tek pjesa e stafit. Kështu që të gjitha këto janë përpjekje dhe dilema dhe pyetja kryesore është a do ketë impakt pjesa tek spektatorët. Për fat të mirë në 5 shfaqje që kemi vënë kishte, sepse kjo u duk, sido që të jetë nuk mund të na bëjnë qefin të gjithë, nuk mund të gënjejnë të gjithë, nuk mundet impakti shikohet tek duart e spektatorëve, shikohet tek sytë e tyre më shumë se sa të fjalët. Edhe ne këtë arritëm ta marrim edhe ndihemi mirë. Por fakti që u ftojmë, po. Vërtet. Vërtet, unë shkoj shumë që ka ardhur. Po, është vërtet. Po, dhe shpresoj që edhe juve nuk erdhët vetëm, erdhët edhe me persona të tjerë, le të themi, dhe doja të dija edhe impaktin e opinionit të tyre, sepse ju me zvedi i thoni më mirë gjërat se sa të më thoni mua, domethënë, me zvedi më na pëlqeu kjo, nuk na pëlqeu kjo etj. Uroj që të keni qenë shumë ndonjëherë më desha edhe të përktheje disa, sepse disa gjëra ishin personi që unë jeta të tepër anglisht, shumë pak shqip, dhe më desh disa momente që ishin pak për të qeshur komike, në disa pjesë, kur më shfaqja më dashur e si përkthej, atë qeshe, se qeshe në të tjerë. Se qeshe në të tjerë. Pikërisht vetëm unë. Dhe më desh të përktheja, por edhe pse nuk ishte 100% e kuptueshme nga personi tjetër, sepse ishte në tepër anglishohet sa shqip, arriti ta gjente vetëm. Unë e kam fjalën që edhe pse shqipja ishte kësuar, përsëri mesazhi i vet, përsëri personi tjetër e kuptoi. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ne duam që këtë gjë që e themeluam, ne grupi me i vogël që jemi, duam që sigurisht ta vazhdojmë, sepse kemi kuptuar një gjë që ose kemi kuptuar në gabim, ndoshta na pëlqen ta kuptojmë kështu, që komuniteti mund të ketë nevojë për gjëra të tilla, evente të tilla artistike të mirë kuruara dhe të ofruara njësoj si do t'i ofronte një teatr në vendin e tyre, se këtu është ky problemi, është atje bëhet teatr sepse të ke gjithë mundësitë e tjera, këtu janë pak më të limituara. Mundësit për shkak të gjithë të kohës së pagesave etj, por ne u përpoqëm të bënim një gjë që nuk do t'i lindë mangut syrit të mirë të një spektatori profesionist, që e njeh teatrin mirë, të futet brenda thotë ok, këtu ka teatr, këtu bëhet teatr. Unë jam dakord. Sigurisht, nga ana profesionale, nga ana sponsorave, edhe sepse duhet të jetë një package realizuar diçka. Por në qoftë se është mirë advertising, në qoftë se është e reklamuar mirë, edhe e shpërndar në komunitetin shqiptar, besoj se është diçka e mrekullueshme, sepse shqiptari e do artin, ndjek, e vlerëson, dhe besoj se është i gatshëm të pagojë. Është i gatshëm të pagojë të shopi edhe 7 herë në vit, 1 herë në muaj. Unë gëzoj që gjë.
Edhe pse nuk e besoj shumë, po. Nuk janë gjithmonë për vetën time dhe grupin shoqëror. Nuk marr përgjegjësinë gjithçka. Po, patjetër, po që do të grupi juaj shoqëror është 15 veta, për shembull, do të sjellësh në shfaqjen e ardhshme. Për shembull. Unë nuk është modest në kërkesë. Edhe më tepër se 18, sepse nuk u nisën nga fakti, për shembull, bëjnë festat e kulturës, festat e shëndetësisë, festat e festës së nënës, së gruas, në lidhen shkëta. Okej? Në lidhen për dykam, dëvallë. Po kur vjen pas tek puna për teatrin, do të thosh është puna më e vështirë. Është më e vështirë sepse për ta parë vjen, publiku të vjen, shoh. Është vetëm teatri. Që i bie që ne të marrim kudo ku ka kështu shqiptar të marrim si ata të debatikut e të ngjisim në përmorë. Bishaka. Ja, po ne kemi bërë punën tonë, pak në këtë shfaqje u munduam sa mundeshim. Mua më ka ardhur personalisht shkon, nuk mendoj se është bërë punë 100% nga ne. Jo, kjo është kritik nga ana ime. Se të thuash që është një kritik. Çfarë mund bëjmë më shumë? Kam mënyra. Ne nuk jemi shumë përdorues të TikTok-ut për shembull. Nuk kam as shumë TikTok, nuk jam te kjo. Çfarë mund bëjmë mirë për advertising? Për reklamin. Si thjesht, një person i thjeshtë do artin, e kam marrë vesh shumë bon. Kjo më le të kuptoj që nuk është bërë vetë advertising. Logikisht. Okej? Kështu që kur për një festë shqiptare ti e merr vesh para 2-3 muajsh, ti do bëj ajo festë. Unë kam marrë vesh për të shfaqje një fundjavë më përpara. Producenti ynë, menaxheri i produksionit Damian, kështu thotë vazhdimisht që e bën pak e nisën pak shpejt dhe u bën të gjitha në mes të provave, në mes të gjërave. Ndërkohë që për një projekt ti duhet punosh 2 muaj përpara për ta vënë, për ta lançuar, për ta bërë në promotion dhe pastaj paralelisht me këtë, është ai trenesën i promotion dhe treni tjetër i provave vjen takojnë të dy në një pikë absolutisht dakord. Absolutisht dakord. Por mendoj gjithmonë që shqiptarët, unë po flas me njëri që erdhi dhe e pa shfaqjen, padyshim. Kjo nuk ka të bëjë me ju, por shqiptarët nuk është edhe kaq e lehtë për të ardhur për të parë teatr. Jepen pak pas emrave më të mëdhenj, jepen pak pas gjërave më të zhurmshme, sepse të bësh një teatr esencial në New York nuk është gjë e lehtë. Teatri nga vetë natyra është modest, është esencë, është thelb, është një gjë që nuk bërtet shumë. Edhe ne nuk kemi njerëz që kur bërtasim kemi frikë nga vetja, prandaj kjo që thonë juve që ndoshta. Po njerëz jemi. Nuk janë të rëndës teatrit, nuk janë, se nuk e po shqiptarët e duan teatr. Ne do bëjmë të mirë. Kjo që thonë juve sigurisht është më shumë optimizëm, është si sepse gjithë cili për nesh e ka teatrin, ndoshta dikush për shembull për dhe as nuk e di. As nuk e di që për shembull do vitë një shok në shfaqje që do rregullohet në një shfaqje. Dhe kjo shfaqje që ka parë do ta shkoj për të ardhur për të parë një shfaqje tjetër. Kjo është logjika që ne vëmë themelet e një gjëje në të cila do vlej për punën tjetër më shumë, sepse ne kemi vënë një stampë në të cilën krijuam një lloj publiku, i cili do sillet publik dhe ne shpresojmë shumë. Nuk është se jam njëri jo optimist, jam nihilist, por është një Golgoth kjo që kemi ndërmarrë, sepse ju e dini që duhet të bësh punë të zakonshme për të survivor këtu, për të ndjetuar, dhe pas punëve duhet vish i lodhur dhe të bësh prova. Kjo është një super lodhi, është një super sakrificë, por me sa duket ne e duam më shumë teatrin edhe artin dhe sakrifica na duket një gjë fare zakonshme. Ne hedhim sytë dhe themi, okay, kjo ka për të bërë. Sa shumë sakrifica kemi bërë, një më shumë. S'është asgjë. Është si të tash të bërë një krahasim më përpara, isha fëmijë por dashurova të teatrit. Dhe kjo më shëndet çdo gati sa herë teatri thjesht vinte një shfaqje, sepse shkolla ime ka qenë shumë hapur në gjithë që nga ta vjetër me teatrin, sa që shikoja ato të afishuara atje, gjithmonë tash e vëmë të shkojmë të
më jep shtatë, të jep shtatë. Domethënë është diçka që ti e sheh herën e parë dëshirohesh, shkon herën e dytë dëshirohesh, po më tepër, i become addicted, domethënë ti e do gjithmonë atë gjë, atë adrenalinën, atë emocion që ti e. Ne do bëjmë shfaqje më të mira në të ardhmen. Unë jam shumë optimist që shikoj, kështu që s'më mbetet gjithë tjetër se të falenderoj që more kohën këtë ditë pushimi, të vish edhe të flasësh 10 minuta për shfaqjen që ke parë. Pa Ajola Gjoni të falenderoj shumë. Uroj tjetër herë të vish bashkë me gocën. Patjetër. Ajo e dëshiron dhe me vërtet është shumë të ambicioz shqipe. Ka duhet të shkojë edhe në disa shkolla shqipe tani dhe duhet që ta prezantoj me fjalorin e pastë shqip. Që është teatri. Faleminderit shumë. Faleminderit.